Po ndodhemi në kantierin e lagjës Marigona Sun, një projekt mjaft i veçantë që ka tërhekur shumë njerëz me arkitekturën e saj moderne, sepse siç e dim do të arrit definoj kryeqytetin. Sot do takohemi me drejtoreshën Eneida për ta treguar më detajisht se çka është duke ndodhur këtu në terren. Eneida, faleminderit shumë që po na mirëpret sot këtu. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në vendpunishten e Marigona Sun. Unë jam shumë emocionuar që jam këtu, është hera ime e parë dhe du me ditë se çka është ndodhur sot, çfarë punë jemi duke bërë. Siç po e sheh, kemi filluar me fazën e parë të ndërtimit, po trasojmë gjitha rrugët e Marigona Sun dhe kemi filluar po ashtu edhe me gërmimin e themeleve të shtëpive të para. Po duket se ka shumë aktivitet këtu. A mund të na tregosh për periudhën kohore të përfundimit të kësaj faze apo sa faza janë? Po punojmë në fazën e parë të infrastrukturës dhe presim që e gjithë infrastruktura rrugore e lagjës të përfundojnë në korrekt të këtij viti. Aktualisht po ashtu po punojmë edhe në 3 bloqe të themeleve të shtëpive që do të jenë në lagje. Çka ka Marigona Sun ndryshe nga ajo që kemi parë deri tash? Marigona Sun është komplet ndryshe nga gjithçka që kemi parë deri më tash. Është një kryevepër ndërtimi që do të ofrojë një nivel superior jetese. Pra, kemi arkitekturë bashkëkohore, siguri dhe privatësi, materialet më cilësore në treg, lokacion strategjik dhe pamje panoramike të Prishtinës dhe të Bjeshkëve përballë. Normal që një projekt kaq i rëndësishëm, kaq i lartë siç është Marigona Sun, ka dhe sfida. Cilat është një nga sfida që keni hasur gjatë këtyre punimeve? Gjithmonë ka sfida. Faktikisht vetëm nëse e shohim terrenin është vetë sfidues, se pastaj arkitektura e shtëpive është tejet komplekse. Këta dy faktorë pastaj e bëjnë jashtëzakonshëm Marigona Sun. Ne kemi marrë shumë kohë deri në fillim të punimeve për arsye që të jemi të sigurt dhe të planifikojmë mirë paraprakisht të gjitha fazat e punëve dhe tash jemi optimist që gjithçka do të shkojë sipas planit. Flitet gjithandej për Marigona Sun dhe e di që interesimi është shumë i lartë. A më tregon pse? Është një kombinim faktorësh. Fakti që është lagje e mbyllur, e sigurt dhe në një pozicion të tillë strategjik e bën normalisht shumë të kërkuar. Po vlerë të veçantë i shtojnë edhe shërbimet ekskluzive që do t'i ketë lagja për komunitetin e saj. Në fillim të lagjes do ta kemi një pikë grumbulluese, po ashtu një spa dhe një pishinë për banorët e lagjes, shumë shtigje për ecje, gjelbrim gjithandej i cili është kuruar dhe do të mbillet nga ekspert ndërkombëtar që janë botanist kësaj fushë. Do të kemi një qendër fitnesi atje lart që është projektuar së voni dhe shumë komoditete tjera që do të ofrohen vetëm për komunitetin që jeton në këtë lagje. Ky ishte një projektim më i thellë i lagjës Marigona Sun, po e shohim që ritmi i punës është duke shku goxha shpejt, po më intereson kur ka me qenë dorëzimi i shtëpive të para. Me këtë intensitet të punëve, dorëzimi i shtëpive të para do të jetë patjetër në vitin 2027. Andaj jemi edhe shumë afër realizimit të shtëpive të ëndrave. Eneida, shumë faleminderit që na pranuat sot këtu në gjithë këtë tollovi po e quajmë. Unë po shpresoj që kemi më pas sërish. Faleminderit shumë për vizitën. Unë shpresoj që do të kthehemi sërish e të shihni progresin e lagje e pastaj të shohim edhe të jashtëzakonshmën që do t'i shërbejë kryeqytetit të Prishtinës. Ne nga kantieri i lagjës Marigona Sun ju përshëndesim deri herën tjetër.